إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salavatet më të përzemërta i dërgojmë njeriut më me vlerë në historinë njerëzore. Krijesës më të dashur të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe vulës së pejgamberisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk kurseu asgjë që sot feja jon të jetë feja islame. Atë që Allahu e udhëzon, s'ka kush që e devijon, dhe ai i mjeri që dëshiron të mbetet në devijim, nuk ka kush që e udhëzon në rrugën e drejtë përpos Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot i cili meriton të adhurohet përpos Allahut, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun sinqerisht, dhe mos vdisni përpos duke qenë musliman. O ju njerëz, kijeni frikë Zotin tuaj i cili ju krijoi juve prej një veteje, dhe nga ajo e krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Kijeni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni, dhe ruajeni farefisin, se Allahu është mbikëqyrësi juaj. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai ju mundoson juve të bëni vepra të mira, u ashlyen juve mëkatet tuaja. E kush e respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai ka arritur një fitore të madhe. Fjala më e drejtë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë bidatet. Çdo bidat është humbje, ndërsa çdo humbje shpihen në zjarr. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mbrojë nga zjarri. Amin. Xhamat i nderuar, dhe ju dëgjues të nderuar të radios islame, të cilët na përcjellni nga të katër anët e botës nëpërmjet valeve të internetit. Ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur që ka ekzistuar ndonjëherë, përshëndetjen islame dhe përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, shpëtimi, mirësitë dhe begatitë e Allahut qofshin me ju. Temën të cilën e kam zgjedhur për ta shtjelluar së bashku me ju në këtë ditë xumaje, në këtë ditë madhështore, e kam titulluar Shirku, mëkati i pafalshëm. E kam titulluar kështu nga se vërtet shirku është mëkati i vetëm të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka premtuar me ajete kuranore që nuk e fal. Pra çdo mëkat tjetër, sado që t'jetë i madh, Allahu ka lënë hapësirë që ai mëkat të falet nga ana e tij. Mirë po për shirkun ka premtuar në ajete kuranore që nuk e fal, dhe ne të gjithë e dimë se Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu nuk e thën premtimin. Pra atë që e ka premtuar, Allahu nuk e thën. Nëse ka premtuar shpërblim, atë shpërblim nuk e thën. Po ashtu nëse ka premtuar dënim, edhe atë dënim nuk e thën. Pra, në një ajet kuranor, në lidhje me mëkatin e vetëm të pafalshëm,
Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Vërtet thot Allahu nuk e fal që ati ti bëhet apo ti përshkruhet shok. Nuk e fal që ati ti bëhet rival. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ndërsa përveç këtij mëkati, ai I fal mëkatin kujt të doj dhe cilin mëkat të doj. Pra, mëkatet e tjera mbeten në dëshirën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, nëse dëshiron të ja fal, personit I ja fal. E nëse dëshiron që të mos ja fal, nuk ja fal dhe e dënon. Mirë po, thot në vazhdim ajeti kuranor, ai I cili I ka bërë shirk Allahut subhanahu wa ta'ala, ai thot ka humbur me një humbje të madhe, ka dështuar me një dështim të madh. Ai dështim është aq I madh sa që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e fal. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër kuranor I drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe njëkohësisht edhe të gjithë besimtarëve duke I thënë: Men yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dijeni se ai që I bën shirk Allahut, Allahu I ja ka bërë haram atij xhennetin. Pra I ja ka ndaluar xhennetin. E ka bërë haram që ai person të hyjë ndonjëherë në xhennet. Wa ma'wahu an-nar, dhe vendi I tij I përjetshëm është zjarri. Është zjarri I xhehenemit. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dhe ata të cilët bëjnë padrejtësi, pra I bëjnë padrejtësi vetvetes duke bërë shirk. Qëllimi me fjalën padrejtësi në këtë ajet është shirku, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër kuranor thot: Inna shirke la dhulmun adhim. Vërtet shirku është një padrejtësi apo një zullum I madh. Andaj në këtë ajet pra, wa ma lidh-dhalimin min ansar, ata që I bëjnë padrejtësi vetvetes, pra padrejtësi do të thot shirk, tha nuk kanë ndonjë ndihmës në ditën e gjykimit. Pra nuk ka mundësi që dikush t'ju ndërmjetësoj atyre. Madje as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka të drejtë që të ndërmjetësoj apo të kërkoj shefat për ata të cilët kanë bërë shirk. Pra Allahu ja ka ndaluar pejgamberit alaihi salatu wassalam që të bëjnë ndërmjetësim për personat të cilët bëjnë shirk. Po ashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala kur rrëfen për pejgamberët e mëparshëm, Allahu subhanahu wa ta'ala I drejtohet pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe njëkohësisht edhe ummetit islam duke u thënë: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Sikur pejgamberët e mëparshëm të kishin bërë shirk, të kishin përshkruar Allahut, la habita anhum ma kanu ya'malun. Atyre thot të gjitha veprat e mira të cilat I kanë bërë do t'ju zhdukeshin. Do t'ju asgjësoheshin për shkak të mëkatit më të madh të pafalshëm, shirkut. Pra edhe pejgamberët për skaj veprave të mëdha të tyre, të cilat vepra janë të paarritshme për njerëzin, pra Allahu edhe për ata ka thënë, sikur ata t'i bënin shirk, t'i përshkruanin shok Allahut, do t'u asgjësonte të gjitha veprat e tyre. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala I drejtohet në mënyrë direkte pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në një ajet kuranor ku thot: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Thot, ty të shpallet ashtu siç u është shpallur edhe pejgamberëve të mëparshëm, se nëse bën shirk Allahu do t'i asgjësoj, do t'i humb, do t'i zhduk të gjitha veprat tua. Wala takunanna min al-khasirin, dhe ti do të jesh prej të humburve, prej të dështuarve dhe të poshtruarve. Belillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Por ti adhuroje Allahun dhe bëhu falënderues ndaj Allahut. Në një hadith të cilin e transmeton Imam Bukhariu, Imam Muslimi, Imam Ebu Dawudi dhe Imam An-Nasaiu, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat."
ruajuni nga 7 gjëra shkatërruese. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka përmbledhur 7 gjëra shkatërruese dhe ka filluar prej asaj që është me shkatërim më të madh dhe pastaj i ka radhitur të tjerat. Qalu ya Rasulullah, wama hunna? I than sahabët, o i dërguari i Allahut, cilat janë ato 7 gjëra shkatërruese? Qal, pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, ash-shirku billah. Shirku apo të përshkruarit shok Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky është pra mëkati i parë apo gjëja shkatërruese e parë të cilën e përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam. Tha ash-shirku billah, e para shirku ndaj Allahut. Was-sihru, magjia apo sihri, të bërit magji. Wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq. E treta tha ta vrasësh njeriu të cilin e ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala që të vritet përveç nëse ai e meriton. Pra përveç nëse me drejtësi. Nëse një person për shembull e ka vrarë një person tjetër, atëherë familja e atij personi ka të drejtë të kërkojë nga gjyqi islam që edhe ky person të vritet, mirë po nëse dëshiron t'i afal. Pra në këtë rast lejohet që të vritet ai person. Ose nëse një person ka kaluar prej fesë islame, ka kaluar në fe tjetër, edhe ky person sipas gjyqit islam lejohet të vritet. Pra, në këtë rast ky person vritet me drejtësi. Pra, mëkati i tretë thotë wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq. Ta vrasësh një njeri të cilin Allahu e ka ndaluar të vrasësh. Pra një njeri besimtar illa bil haqq, përveç me hak, me drejtësi, pra kur ai e meriton të vritet. Dhe kjo normalisht i ka parimet dhe kushtet e veta në islam. Wa aklu malil yatim. I katërti tha është ta hash ta pasurinë e jetimit. Ta hash pasurinë e jetimit të cilin prindi i tij i vdekur i ka lënë si trashëgimi, apo i ka mbetur trashëgim nga prindi i tij i vdekur. Nëse ai person i cili e ka në dorë atë jetim, i ha atë pasuri, ky ka bërë pra një prej mëkateve më të mëdha, një prej mëkateve shkatërruese që si e ka cekur pejgamberi alayhis salatu wassalam. Allahu subhanahu wa ta'ala në lidhje me këtë thotë: Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ata të cilët e han pasurinë e jetimit me padrejtësi, innama ya'kuluna fi butunihim nara, vërtet ata në barqet e tyre fusin zjarr. Pra atë pasuri të cilën ai e harxhon e han prej jetimit me padrejtësi, ai në barkun e tij është duke futur zjarr. Wa sayaslawna sa'ira. Dhe dijeni se ai person do ta shijoj dënimin e dhëmshëm të xhehenemit. Tjetra është wa aklu riba, ngrënia e kamatës. Gjë e cila në kohët e fundit e ka kapluar këtë ummet fatkeqësisht. Pra është përhapur aq tepër sa që ka prej njerëzve të cilët nuk punojnë asgjë, nuk mirën me asgjë, mirë po Allahu u ka dhënë atyre pasuri. Dhe ata këtë pasuri e keqpërdorin pra duke e dhënë me kamat. Këto janë pra personat të cilët bëjnë një prej veprave shkatërruese që i ka cekur pejgamberi alayhis salatu wassalam. E gjashta është wat tawalli yawm az-zahf, tha kur një ushtar i ushtrisë islame dezerton nga fronti. Tha pra ky është mëkati shkatërrues, sepse besimtarit musliman nuk i ka hije, nuk i takon që pasi të futet në front me armikun, të dezertoj nga lufta. Pra ky është një prej mëkateve shkatërruese që i ka cek pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe e shtata wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dhe tha ti bësh shpifje një gruaje të ndershme për amoralitet. Të bësh shpifje se një grua ka bërë amoralitet, ndërsa në të vërtet ajo ka qenë e ndershme dhe nuk ka bërë. Pra nëse ti këtë e bën me vetdije, atëherë ke bërë një mëkat shkatërrues, mëkat i cili të fut në zjarrin e xhehenemit. Pra ajo që dëshëm të potencojmë është se prej këtyre 7 mëkateve shkatërruese, pejgamberi alayhis salatu wassalam si mëkat të parë e ka radhitur shirkun. Pra shirku është mëkati i vetëm i pafalshëm, ndërsa për mëkatet e tjera, të cilët u cekën në këtë hadith, si dhe në hadithet e tjera, ka hapësirë të vogël
Sado pak Allahu e ka lënë një hapësirë, nëse besimtari pendohet, ka mundësi që këto t'ia fal. Pra është në dëshirën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala, nëse dëshiron t'ia fal, ia fal, e nëse dëshiron ta dënoj, e dënon. Mirë po, shirkun asesi nuk e fal, sepse premtimi i Allahut subhanahu wa taala nuk thehet. Në një hadith tjetër, në lidhje me shirkun, transmeton Buhariu nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili ka thënë se e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë: "Man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar." Ai i cili vdes duke i bërë diçka shirk Allahut subhanahu wa taala, do të hyjë në zjarrin e xhehenemit. Pra këtu nuk ka dyshim. Ai i cili vdes, pra vdes me shirkun e tij, ai do të hyjë në xhehenem, do të hyjë në zjarr. Mirë po nëse para vdekjes së tij pendohet, atëherë mbetet te Allahu. Nëse ja pranon pendimin, atëherë shpëton. Mirë po nëse nuk ja pranon pendimin, pra nëse nuk ka qenë i sinqert në pendimin e tij, atëherë Allahu subhanahu wa taala e fut në zjarrin e xhehenemit. Ndërsa Abdullah ibn Mas'udi duke e transmetuar dhe duke e shpjeguar këtë hadith thot: "Men mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna." Pra e kundërta, ai i cili vdes duke mos i bërë shirk Allahut do të hyjë në xhennet. Pra, nëse ai që bën shirk vdes duke bërë shirk hyn në xhehenem, ai i cili vdes duke mos bërë shirk, ai do të hyjë në xhennet. Në këtë kontekst, transmeton Imam Muslimi nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, i cili thot: një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi alaihi salatu wassalam i ia dha disa këshilla, e këshilloi me disa gjëra, dhe ndër tjerash i tha: "Thintani mujibatan." Dy gjëra janë që rezultati i tyre është i patjetërsueshëm. Fa qala ar-rajul: "Mal mujibatan?" Cilat janë tha ato dy gjëra nga të cilat dalin dy rezultatet e patjetërsueshme tjera? Fa qala: "Man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna." Ai i cili vdes duke mos bërë shirk në asgjë, ai do të hyjë në xhennet. Wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. Ndërsa ai i cili vdes duke bërë diçka shirk ndaj Allahut, ai do të hyjë në xhehenem. Pra, kjo është e kundërta me të kundërtën. Pra, dy gjëra që nëse ti i vepron, pasojnë dy gjëra tjera të cilat janë të patjetërsueshme. Në një hadith tjetër, Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu tregon dhe thot: ishim në një udhtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe unë isha në afërsitë e tij. Dhe ai mu drejtua me këto fjalë: "Ja Muadh ibn Jabal, o Muadh ibn Jabal." Fa qala labbaika ya Rasulullah. Muadh ibn Jabal i tha: "Urdhëro ja Rasulullah, të përgjigjem, urdhëro." Fa qala: "Hal tadri ma haqqu Allahi 'ala al-'ibad?" Ai din tha se cili është haku i njerëzve ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Cili është detyrimi apo obligimi i njerëzve ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Muadh ibn Jabal thot, i thash: Allahu dhe i dërguari i tij e din. Pra nuk shpejtoi Muadh ibn Jabal që të jep përgjigje. Kjo ka qenë kultura dhe sjellja e sahabëve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka pyetur shpesh herë në shumë hadithe e gjejmë, ka pyetur pyetje të ndryshme sahabët, ndërsa ne përgjigjen e sahabëve e gjejmë në shumë hadithe: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe i dërguari i tij e din. Pra ju, ti dhe Allahu subhanahu wa ta'ala jeni ata që e dini, ndërsa ne presim vetëm përgjigjen. Pra nuk janë ngutur të japin përgjigje edhe nëse ndonjëherë e kanë ditë. Pra, kjo ka qenë sjellja e tyre me pejgamberin Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala: "Fa inna haqqu Allahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a." Obligim apo hak i besimtarve, i njerëzve ndaj Allahut është që ta adhurojnë atë sinqerisht dhe të mos i përshkruajnë shok. Pastaj qal: "Hal tadri ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah?" Tash pason pyetja e kundërt. A e din tha o Muadh se cili është haku apo obligimi i Allahut ndaj robërve të tij? Qala: "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ai tha: Allahu
dhe i dërguari I tij e din. Qala, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhibahum. Obligimi apo haku I Allahut ndaj robërve të tij është që të mos I dënoj. Pra të mos I dënoj nëse ata e adhurojnë Allahun dhe nuk I bëjnë shirkun e Allahut, Allahu ja ka bërë obligim vetvetes së tij që të mos I dënoj. Pra ky është haku apo obligimi I dyanshëm. Obligimi I besimtarëve ndaj Allahut dhe obligimi I Allahut ndaj besimtarëve. Po ashtu në një hadith tjetër të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abu Dharri radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Atani Jibrilu fabashsharani annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah." Në një rast tha një herë më ka ardhur Jibrili dhe më ka përgëzuar, më ka dhënë myshdë se ai person nga ummeti im I cili vdes duke mos I bërë shirk Allahut, ai do të hyjë në xhennet. Pra kjo është myshdë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dërguar Gjibrilin a.s. që t'ja jep këtë myshdë pejgamberit a.s. Pra thot, ma erdhi Gjibrili dhe më dha myshdë, më përgëzoi se ai nga ummeti im që vdes duke mos I bërë shirk Allahut, ai do të hyjë në xhennet. Mirë po, parashtrohet pyetja, a thua si erdhi shirku në këtë tokë? Ne e dim se Allahu subhanahu wa ta'ala kur e krijoi Ademin a.s. e zbriti pra në tokë pas ndodhisë që ndodhi kur ishte ai në xhennet dhe hëngri nga pema të cilën Allahu ja kishte ndaluar, pra si dënim për këtë lëshim apo për këtë gabim që e bëri Ademi a.s. Allahu e zbriti në tokë. E nxori nga xhenneti dhe e zbriti në tokë. Pra, Ademi a.s. bashkë me bashkëshorten e tij Hawan dhe fëmijët e tyre dhe niprit e tyre nuk I bënin shirk, nuk I bënin shok Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra në këtë periudhë shirku nuk ekzistonte në tokë. Ekzistonte vetëm tauhidi, njësimi apo monoteizmi, besimi vetëm në Allahun një. Mirë po, kur për herë të parë ndodhi shirku në këtë tokë? Allahu subhanahu wa ta'ala këtë e cek në Kur'anin famëlar dhe thot se kjo ndodhi në kohën e Nuhut a.s. Kur pak një periudhë përpara Nuhut a.s. kishin jetuar disa njerëz të cilët kishin qenë të devotshëm. Njerëz të mirë, njerëz të devotshëm dhe besimtar të drejtë e të sinqertë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pas vdekjes së tyre, ajo gjenerat e cila I kishte mritur këto njerëz I respektonte dhe I donte. Dhe si nder apo në shenjë nderi dhe në shenjë respekti ndaj tyre vendosën që t'ju bëjnë disa përmendore. Vendosën që t'ju bëjnë disa shtatore apo përmendore, pra në shenjë respekti për devotshmërinë e tyre. Dhe kjo vazhdoi kështu derisa erdhën gjenerata të reja. Dhe këtë ide apo këtë vepër të paraardhësve të tyre e keq përdorën. Pra, në vend se të mbeten aty për shkak të asaj që ishte ndërtuar përmendorja e tyre, ata ju bën shirk, pra filluan që t'i adhurojnë këto puta. Ky ishte tha momenti I parë, Allahu subhanahu wa ta'ala, kur shirku filloi në tokë. Dhe I cek fjalët e popullit të Nuhit a.s. të cilët thonë: "Wa qalu la tadharunna alihatakum", than mos I leni zotrat e tyre. Ato përmendoret e këtyre njerëzve të devotshëm, ata I shndruan në zotra. Filluan pra që t'i adhurojnë ato puta, ato përmendore. Wa qalu la tadharunna alihatakum, than mos I leni zotrat tuaj. Wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dhe mos I leni tha waddan, suwa'an, yaghuthan, ya'uqan edhe nasran. Pra këta 5 persona, emrat e tyre Allahu I ka cekur në Kur'anin famëlar. Pra wad, suwa', yaghuth, ya'uq edhe nasra. Me këta 5 persona pra filloi shirku në rruzullin toksor. Jo këta 5 persona, por pasardhësit e tyre filluan pra t'i adhurojnë këta 5 persona, ndërsa këta 5 persona kanë qenë besimtar të drejtë dhe të devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra kjo ka qenë piknisja e shirkut në rruzullin toksor. Pasi që Nuhu a.s. I thiri 950 vite popullin e tij në rrugën e drejtë, në besimin një ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala,
ai u dëshprua prej tyre, e pa se vetëm një numër shumë i vogël i u përgjigj thirrjes së tij. Dhe pasi që u dëshprua nga përgjigjja e tyre, kërkoi nga Allahu subhanahu wa ta'ala duke thënë: "Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayara." Nuhu alayhis salam ju drejtua Allahu subhanahu wa ta'ala dhe tha: "O Zoti im, mos lëm mbi tokë asnjë nga jo besimtarët, mos lëm mbi tokë asnjë prej këtyre që bëjnë shirk ndaj teje." Pastaj e dim rastin se Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëroi Nuhun alayhis salam që të ndërtoj anijen ku do të hipnin në të vetëm besimtarët të cilët i ishin bashkangjitur thirrjes së Nuhut alayhis salam, dhe kështu ndodhi përmbysja apo siç është e njohur në literaturën islame, tufani. Pra, ky ishte shkaku, pra shirku ishte shkaku i cili e detyroi Nuhin alayhis salam që ti lutet Allahut subhanahu wa ta'ala për ta shkatruar atë popull, dhe kjo vërtet ndodhi, ndërsa ata që shpëtuan ishin vetëm besimtarët e drejtë, të cilët u përgjigjen thirrjes së Nuhut alayhis salatu wassalam. Pra, kjo na jep të kuptojmë se shirku është mëkati i vetëm i cili është i pafalshëm. Pra, dhe ne duhet të ruhemi që të mos bijmë në shirk, pra të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Për në fund, dëshiroj vetëm ta cek një hadith i cili ka të bëjë me vlerën e tauhidit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam transmeton nga Abdullah ibn Samit, pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: "Men shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah." Ai i cili dëshmon se nuk ka Zot i cili meriton të adhurohet përpos Allahut, dhe se ai nuk ka shok, është një dhe është i vetëm dhe është i pashoq, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dhe dëshmon se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, wa kalimatuhu wa anna Isa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dhe se Isa alayhis salam është fryma e tij të cilën Allahu i frymëzoi Maryames alayhis salam, wa ruhun minhu, dhe është shpirt i tij, wal jannatu haqqun wan naru haqq, dhe tha ai i cili dëshmon se xheneti është hak dhe xhehenemi apo zjarri është hak, adkhalahu Allahu al-janna. Allahu subhanahu wa ta'ala do të fusë në xhennet. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na bëj prej këtyre të cilët do ta meritojmë, apo do të jemi prej atyre që shpresojmë të futemi në xhennet, duke mos i bërë shirk Allahu subhanahu wa ta'ala dhe duke adhuruar dhe tër adhurimin dhe tër veprat tona duke ja kushtuar atij. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.